Përshëndetje. Besoj se jeni të gjithë mirë. Sot do të prezantoj një makinë të re, Golf 8. Shikim të këndshëm. Ky model është 1.5 mild hybrid 48 volt me 150 kuaj fuqi. Për të përshpejtuar nga 0 në 100 km/h i duhen vetëm 8 sekonda dhe ka një konsumim mesatar për 6 litrash. Pavarësisht ndryshimit të gjeneratave, Volkswagen Golf 8 i ka qëndruar besnik të kaluarës. Kompakti i ri gjerman ka ruajtur për masa që e kanë bërë këtë model të suksesshëm, duke evoluar estetikën pa shtrembruar atë. Rrisit kryesore përfshin një stil të rishikuar përpara dhe ambiente të brendshme të ndryshuara rrënjësisht për të bërë vend për digitalizimin e panelit të kontrollit. Volkswagen Golf nga 1974 më shumë se 35 milionë makina të shitura në të gjithë globin. Pra pak a shumë është si Coca-Cola, shkon mirë për të gjithë, për të rit, për ato më pak të ri dhe për të gjitha të tjerë. Madhësia nuk ka ndryshuar shumë, është pak a shumë si aty të mëparshmit, 4,78 m e gjatë, i gjerë është 1,79 m dhe e lartë 1,45 m. Përpara estetika nuk ka ndryshuar shumë, pra kemi këtë logo është rishikuar dhe bë pak më e pastër. Gjithashtu kjo linja në mes që kalon prej në anë në anën tjetër. Natën ndriçon gjithashtu. Kemi rreth e përgjark senzorat që na shërbejnë për parkimin. Këtu kemi dritat iCool Light. Kjo është një teknologji e avancuar me vërtet. Nëpërmjet sistemit GPS dhe sensorëve të shpejtësisë, ndriçon atëherë kur duhet më shumë dhe ndriçon më pak atëherë kur duhet ndriçuar më pak. Kjo është me vërtet diçka interesante. Madhësia rrotave 225, 45, 17. Brapa ka ndryshuar pak nga modeli në ikje, pra e kemi derën e bagazhit po shkon duke u zgjeruar me dritat gjithashtu duke ra në zgjerim kështu dhe jep një pamje me të vërtet më agresive. Këtu te logo hapim bagazhin. Bagazhi ka një kapacitet prej 380 litra. Në qoftë se i rrëzojmë edhe ulsët mbrapa, atëherë arrim diku 1230 litra. Ku mbrapa mund të shtyjmë diçka gjithashtu. Ajo çka ka ndryshuar me vërtet më shumë te Golf 8 nuk është estetika jashtë, por brenda. Ja pra se si duket nga brenda. Kemi me të vërtet këtu një ndryshim komplet nga modeli në ikje. Para kemi di ekranet. Modelin që e posedojmë ne është 8 inch dhe ekrani tjetër është 10 inch. Timoni me prerje në fund me të vërtet po të jep një atmosferë sportive këtu. Selektorët e zakonshëm këndej. Këtu edhe ndrimi i shpejtësive ka ndryshuar, tash është automatik, pra krejtësisht e re kjo. Kemi këtu për rikarikimin me wireless të smartphone-it. Ky model. Pra kemi 5 vende. Në mes kemi për të rahatuar një çik, gjithashtu për të majt pijet këtu. Sistemin e ajrit të kondicionuar, mund të nxehim ulsët, poshtë kemi di priza USB.
Me siguri ato që do t'jenë më të lumtur janë fëmijët dhe mamat që ka më të vërtet për të majt çka do të qoftë këndë. Për të gjithë ato që kanë fëmijë të vegjël, këtu një ulse fëmijësh kemi pra sistemin Isofix, është shumë e thjeshtë për ta montuar. Përshëndetje Volkswagen. Tani edhe kontrolluesit për dritat dhe ngrohjen e dritares janë digjitale, të mbledhura në një ishull të majtë të tipanit. Kontrolluesit për çatinë panoramike, aty ku është e pranishme edhe sistemi i kondicionimit të ajrit, janë gjithashtu të digitalizuar. Të dy punojnë si kursor prekase. Kështu që thjesht rrëshqisni gishtin tuaj në një drejtim ose në tjetrin për të hapur dhe mbyllur çatinë, ose për të ndryshuar temperaturën. Përveç kësaj, komanda e re zanore natyrore përshëndetje Volkswagen bën debiutimin e saj në gotë. Duke ju drejtuar makinës tuaj në këtë mënyrë, sistemi përgjigjet me po, ju lutem ose çfarë doni të bëni. Dhe sipas asaj që premton Flowrosi, ai do të përgjigjet komandave intuitive dhe diskursive, të tilla si në aeroport për të vendosur navigatorin ose unë jam i ftohtë për të arritur temperaturën në dhomën e pasagerëve. Hallo Volkswagen, Wie kann ich helfen? mir ist zu warm. Gern. Vorne links wird es gleich kühler. Alles klar. Jo elektrike, elektrizuar. 8 motor të gjithë turbo dhe të gjithë efikase, 5 prej të cilëve janë hybrid të butë dhe plug-in. Nafta mbeten me 2 litër në të dy variantet të fuqisë 115 dhe 150 kuaj fuqi. Benzina fillon nga 3 cilindra 1 litër TSI me 90 kuaj fuqi. Ndiqen nga 3 cilindrat 1 litër TSI prej 110 dhe 1.5 4 cilindra me 130 dhe 150 kuaj fuqi. Sidoqoftë, tretë e fundit janë gjithashtu të disponueshëm në një version të mild hybrid 48 volt me emrin e-TSI. Pastaj kemi të sapo arriturin 2 litra 4 cilindra me 245 kuaj fuqi. Jetzt links abbiegen in die Riemenstraße. Ajo që më pëlqen më shumë nga ky model, me të vërtet ka shumë, por ajo që më pëlqen më shumë është sistemi Car2X, që tregon nëse ka ndonjë incident në rrugë, do me thonë në distancë prej 800 metre, i lajmëron të gjithë makinat tjera të Volkswagenit, duke shembull evituar rrugën të mos prezish në rrugë. Çfarëdo incidenti që të ketë, makinat pra komunikojnë njëra me tjetrën. Kjo na tregon se më të vërtet na pret një ardhme teknologjike. Asistent të drejtimit, ndihma në korsi dhe ndihma e përparme, komplet me frenimin emergjent të qytetit, njohjen e ciklistëve dhe këmbësorëve dhe ndihmën e kthesës. Të gjitha standarde, por është vetëm fillimi. Sipas kërkesës, një kornizë progresive e ndihmës në rritjen nga ndihma e asistent jam trafik, e cila menaxhon ngadalësimin dhe mirëmbajtjen e trajektores në situata në rrafë. Te ndihma e udhëtimit që ju lejon të udhtoni deri në 210 km/h. Me drejtim gjysmë të asistuar të nivelit 2, nga ndihmësi në dalje nga kabina, i cili sinjalizon automjetet e mbritura, dhe kontrolli parashikuesi lundrimit, i cili kalon të dhënat GPS, ato të hartografisë dhe ato të kamerave në bord për të rregulluar automatikisht shpejtësinë kur afrohen te rrotullimet, thesat, precizimet si dhe leximi i shenjave rrugore. Besoj që kjo ju ka pëlqyer. Jena weekendin tjetër.